Le të themi pra, Elbasani është qyteti i mësuesisë. Okej? Edhe i mësuesisë, edhe i ballakumës. Po, për ballakumet jo tradicionale. Ballakumet tani janë industriale. Normal, ashtu, a kanë dashme në vjedh edhe festën e verës dhe ballakumet gjitha gjanat nga që Elbasani janë mes, vijnë gjithë, vjedhin, marrin që kanë edhe ikin. E morëm vesh, le të themi Elbasani, qyteti i mësuesisë dhe ballakumës. Okej? E mbyllim tu. Po, edhe i Tavës Kosit. Lena lerat me gjithë Tavë Kosit kemi 2 orë të uçmenëm. Po Tava Kosit, është vlerë kombëtare shqiptare. Tava Kosit ruhet nga UNESCO e qyq. Ruhet E di apo se di? Ruhet Tava Kosit nga UNESCO. Kur iku perandoria otomane, nga gjithë kuzhinat e gjithë veneve që kishte poshtu, nga Shqipnia mori vetëm Tavën e Kosit edhe i me Stamboll shkon porosit dhe i thon Tav Elbasani. E baj provë, ik Stamboll dhe në pyete. Le të themi, Elbasani ka mësuesi, qyteti mësuesis, qyteti i ballakumës, qyteti i Tavës Kosit. Okej?